për të qeshur sepse nuk ka asë një rëndësi jetike. Do thoni ju çfarë ndodhi? Do thoni ju njëkohësisht dhe Porimzie Osmani edhe Mirie Braha çfarë duan mes sherit virtual të Kiara Titos dhe Dojna Memës, po prisni se do vim edhe aty. Si lindi gjithçka. Në një intervistë në emisionin Mirëmbrëma Yje, Dojna Mema tha se duhet të zgjidhte midis dy personazheve. Dhe zgjodhi midis Kiara Titos, Bora Zemanit, pra zgjodhi Bora Zemanit për arsyen se Kiara më ka hequr nga followers dhe nuk e di pse. Më ka hequr kot. Aty hodhi Helmin Arbana, tha, po do kesh thënë në gjë ti Dojna Mema, kujtohu pak? Dojna u kujtua dhe tha jo. Madje dha edhe sqarime, gjithmonë sa i përket Big Brotherit dhe prezencave televizive asgjë personale. Dojna tha madje nuk kam thënë asgjë, jam e bindur për këtë. Pse? Sepse gjatë kohës që ndodhi Big Brotheri ku konkurrente ishte Kiara Tito, unë atë vit tha Dojna nuk kam bërë as fan clubbing, kështu që as për qef dhe as për detyrë televizive, unë nuk e kam komentuar Kiara Titon. Por çfarë ndodhi? Ndodhi që u harrua kjo historie, thoni ju. Nuk u harrua fare, sepse në qoftë se në YouTube ishte Dojna që foli për Kiarën, Kiara Tito ju dha hapësira në Top Channel të Goca dhe Gra për t'ju përgjigjur. Sipas Kiarës, kishte qenë Dojna që kishte hequr nga Instagrami dhe pse dikur kemi ngrënë bukë të njëra tjetra dhe kemi hyrë në shtëpitë e njëra tjetrës, thojnë vajza dhe me sa kujtoj unë do ke qenë periudha kur të dyja kishin ëndrrën e ekranit dhe punonin në Top Albania Radio ose edhe më vonë ku filluan të bëjnë emisione si Select apo dhe emisione të tjera. Kështu që Kiara Tito i vuri vulën kur tha se Dojna ka patur hallin e klikimeve kur më ka përmendur, duke u mbrojtur kështu dhe duke thënë se ishte një gjë e cila nuk e priste, sepse më të vërtet tha nuk ke pse të përmendësh emrin tim nga asgjëja, pavarësisht se ishte moderatori Arbana Osmani që e detyroi Dojnën që të zgjedh midis dy emrave, ndoshta edhe aq e pafajshme, nuk ka qenë dhe aq kot nuk e ka bërë, por janë gjëra që ngjasin dhe gjithmonë vendosen midis dy personazheve të njohur vendoset pyetja. Ky ishte reagimi i Dojnës i pari, ky ishte i Kiarës i dyti, te Goca dhe Gra, por erdhi edhe një reagim tjetër. Duke sikur do mbyllej me kaq nga emisioni i pak kohëve më parë, Goca dhe Gra, reagimi i Kiarës që tha ishte papritur për mua, por menjëherë ka qenë reagimi i Dojna Memës. Prezantuesja aktualisht që drejton emisionin investigativ Piranjat, ka publikuar një chat me motrën e saj. E ka publikuar në story në Instagram, ku motra e Dojna Memës e lajmëronte dhe i thonte që